Të premtën Instituti i Mjekësisë Ligjore pritet të dorëzojë raportin e autopsisë ku tregohen gjetjet dhe shkaqet e vdekjes së dizajnerit Festimi Sufi. Drejtori i Institutit të Mjekësisë Ligjore, Ditor Haliti, ekskluzivisht në një prononcim për Arbresh Info, ka bërë të ditur se raporti i autopsisë për rastin e Festimi Sufit ka përfunduar dhe në fund të kësaj jave pritet të dorëzohet organeve kompetente. Mjeku përgjegjës e ka përfunduar raportin, ka mbetë vetëm procedura e brendshme e jona të kryhet dhe të dorëzohet, pra nuk është dorëzuar ende raporti, do të dorëzohet deri në fund të javës. Lidhur me këtë rast, mediumi Arbresh Info ka dërguar pyetje edhe në adresën e prokurorisë themelore në Prishtinë, lidhur me atë nëse është intervistuar bashkëshortja e viktimës Rina Maloku dhe në çfarë cilësie është intervistuar, por akoma nuk ka marrë përgjigje. Ndryshe, ngjarja e rëndë ka ndodhur më 9 maj, ditë e premtë në rrugën B të Prishtinës, ku dizajneri Festimi Sufi u gjet i vdekur në banesën e tij, ndërsa gruaja e tij u gjet e plagosur nga therrja me thik. Sipas raportit 24 orësh të policisë së Kosovës, dyshuese 34 vjeçari ka therrur me thik bashkëshortën e tij dhe më pas ka goditur veten. Ndërkohë, prokuroria themelore në Prishtinë ka konfirmuar se ka nisur hetimet lidhur me rastin, por ka refuzuar të jap më shumë detaje duke theksuar se kjo mund të dëmtojë rrjedhën e procesit hetimor. Në njoftimin zyrtar thuhet se është iniciuar procedurë penale me kallëzim penal për hetim mbi vdekje në përpjekje për të zbardhur plotësisht rrethanat që quan në këtë tragjedi. Motivet dhe detajet e plota të incidentit mbeten ende të paqarta ndërsa hetimet janë në vazhdim.